përcaktuar ati të gjitha qëndrimet, mos pajtimet e Bashkimit Evropian me Beogradin e Vučićit. Për më tepër, Aleksandar Vučić akuzohet si një nga organizatorët e safarit të Sarajevës, që ka organizuar gjahun e njerëzve në Sarajevë. Një mashtrues i pa skrupull që betoi se s'ka patur automatik në dorë në një kohë kur videot e tij në YouTube me automatik që në atë kohë duke pritur Sheshelin e tjerë janë tashmë botërisht të njohura. Dhe ky në këto momente investohet me detyrim tek Vučić për t'i thënë se nuk je vetëm se jam dhe unë me ty. Po ky kryesisht për qëllime të veta, për qëllime se nuk don kurse si të ulet, të hetohet, të ulet të bangun e akuzës. Pra, kemi të bëjmë me veprime in extremis të një njeriu që i mbështetur me shpatlla pas murit nga 10 dosje, fakte, vetë dhe familjarisht. Tani gjën zgjidhje në Beograd. Tani propozon nuk na duhet Europa, por Ballkani i hapur. Dhe me qenë se Ballkani i hapur ishte tregti e hapur me Serbinë pa asnjë lloj kriteri, tani na jepni edhe ju tregtinë, është formale kjo, sepse nuk mund t'japi kurrë, se Ballkani i hapur, ne në kuptoni hapur me Serbinë, e cila ka traktate me ish Republikat Sovjetike. Ndaj dhe prodhimet në Shqipëri, përveç prodhimeve të veta, prodhimet në Shqipëri të gjitha bien për shkak të importeve që bën Serbia nga Republikat ish Sovjetike. Akt tjetër i tradhtisë kombëtare kjo. Akti më i lartë pas tradhtisë që i ka bërë Kosovës është ky, sepse është investuar 33 vite në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.